Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i martë 6 janar 2026. Dashi. Ju nuk ndjeni në gjendje perfekte, ju mungon energjia dhe në dashuri është e mundur një vonesë, humori juaj nuk është më i miri. Diçka do të jetë më e vështirë se sa pritej ose diçka e re mund të duket e padëshirueshme. Demi. Sot nuk mund të qëndrojnë askush, rrezikoni të thoni gjëra të gabuara. Në dashuri duhet ende shumë maturi me fjalë. Binjakët. Mundohuni të mos nervozoheni për mjedisin që frekuentoni sot. Çështjet praktike duhet të rregullohen menjëherë. Bëhuni të zënë në dashuri. Gaforja. Jam i bindur se shumë prej shenjave do të marrin përgjigje, komunikime. Rizbulimi i emocioneve që dikush i kishte harruar prej kohësh. Luani. Diçka mund t'ju dëmtojë nervat në dashuri ose ka më pak kohë për partnerin tuaj. Mbaj qetësi, momente konflikti. Birgjeresha. Mos e nënvlerësoni dashurinë. I vetmi rrezik nga i cili është mirë të kesh kujdes, mbetet një parafrim i caktuar që mund të shtrembërojë shikimin tënd të realitetit. Peshorja. Një ditë që ju jep mundësinë për të rregulluar jetën tuaj familjare. Fat në takime, këshillohet që të mos mbylleni në shtëpi. Mundohuni të reagoni, veçanërisht nëse mendoni se dikush nuk ju ka konsideruar ashtu siç duhet. Akrepi. Humori juaj nuk është në maksimumin e tij sot, një pengesë e vogël mund t'ju zemërojë. Jepini peshën e duhur provokimeve. Takime të reja të mundshme. Shigjetari. Vështirë për të gjetur një ekuilibër. Në dashuri ka një ngadalësim, një dëshirë për të udhëtuar, për të lëvizur në shtëpi. Britsjapi. Nuk ka energji në mëngjes. Historitë e dashurisë që kanë filluar tashmë nuk duhet të marrin parasysh polemikat e përditshme. Ujori. Ditë pozitive, marrëdhënie të mira me familjen dhe miqt. Ju jeni më të qetë në dashuri. Peshqit. Je pak i lodhur ditën që provon. Në dashuri dallime të vogla. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.